أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Të nderuar baballar, nëna dhe motra, përfaqësues të institucioneve më të larta fetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, miq e dashamir, mirë se keni ardhur në programin e hatmes së Kurani Kerimit të realizuar nga nxënësit e Mektebit të Xhamisë së Mejzinit Malësisë në Gostivar. Sot le të flasin aftësitë dhe angazhimi i këtyre nxënësve që keni para jush. Ndaj, në fillim ftoj nxënësen Farie Sulejmani të bëjë një hyrje të shkurtër rreth fjalëve Islam dhe Iman, më pas nxënësi Albion Imeri do të na tregoj kushtet e imanit. Fjala Islam rrjedh nga folja e gjuhës arabe, selime, esleme, që do me thënë i shëndosh, patësor, i dorëzuar, i nështruar. Kurse në aspektin terminologjik, Islam dhe Muslim në kupton njeriun i cili plotësisht i është dorëzuar dhe nështruar urdhrave të Allahut, fuqiplot. Imani apo besimi në Allahun përfshin dëshminë me fjalë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut. Besimin e kësaj dëshmie me zemër si dhe vërtetimin e dëshmisë nëpërmjet veprave. Kur një njeri dëshiron të pranojë Islamin, ai duhet të shprehë shahadetin sikur në vijim. Eshhedu en la ilahe illallah ve eshhedu enne Muhammedin abduhu ve rasuluhu. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguari i tij. Kurse ne muslimanët kohë pas kohe e përsërisim shahadetin duke vërtetuar dhe besuar veprat tona. Kushtet e imanit. Kushtet e besimit imanit janë: 1. Ametu billahi, besoj në Allah. 2. Ve melaiketihi, besoj me melekët e tij. 3. Ve kutubihi, besoj librat e tij. 4. Ve rasulihi, besoj dërguarit e tij. 5. Ve yumil ahiri, besoj botën tjetër. 6. Ve bil kaderi hajrihi ve sherihi min Allahi Teala, besoj caktimin e Allahut gjithçka që ndoft me caktimin e tij, e mirë ose e keqe. Allahu i ka cilësitë dhe emrat më të bukur me të cilët ka përshkruar qenjen e tij në Kur'an, ose e ka lajmëruar Muhamedin alayhis salam me hadith. Allahu nëpërmjet emrave të tij nuk i ngjason asnjë krijese dhe nuk mund t'i përshkruhet asnjë mangësi dhe dobësi. Kuptimin dhe domethënien e vërtet të këtyre cilësive e din vetëm ai. Ftojmë nxënëset Eda Dalipi të tregoj cilësitë qëndësore të quajtura sifati dhatje, më pas nxënësen Era Dalipi të na tregoj cilësitë e quajtura sifati thubutje. Pastaj nxënëset Eda Kurtishi, Anida Miftari dhe Kanita Aliu do të interpretojnë emrat e bukur të Allahut fuqiplot. Sifati dhatje. Cilësitë e ekzistencës së Allahut xhaleshanuhu. Vujud, Zot ka, ekziston. Ekzistenca e tij është e përhershme. Kidem. Ekzistenca e Allahut xhaleshanuhu është pa fillim. Ai është i përjetshëm. Beka, Allahu është i përhershëm. Ekzistenca e Allahut xhaleshanuhu është pa mbarim, s'ka fund. Vahdaniet është një, në qenjen, në cilësitë dhe në veprimet e Allahut xhaleshanuhu nuk ka të ngjashëm. Muhalefetun lil havadith, nuk i përngjet askujt dhe nuk ka diçka që të shëmbëllej atij. Kiam bi nefsihi, ekziston vetvetiu, nuk ka nevojë për vend, ai ekziston jashtë koncepteve të vendit, të kohës e hapësirës ashtu siç mendon njeriu. Sifati thubutia. Cilësitë e qëndrueshme të përhershme të Allahut xhaleshanuhu. Hayat, Allahu është një. Ai jeton, jeta e tij nuk i përngjet jetës së krijuesve. Ilm, Allahu xhaleshanuhu di gjithçka, i di mendimet, qëllimet dhe ata që njerëzit kanë nëpër zemrat e tyre. Sem, Allahu xhaleshanuhu dëgjon gjithçka.
Besar, Allahu Gjeleshanuhu sheh gjithçka. Iradet, Allahu Gjeleshanuhu ka vullnetin e vet, ato që dëshiron e krijon dhe asgjë nuk mund ta pengojë. Kudret, Allahu Gjeleshanuhu është i plot fuqishëm, gjithçka mund të bëjë dhe asgjë nuk mund ta parandalë. Kelam, Allahu Gjeleshanuhu flet me të folërit e vet hynor. Tekuin, Allahu Gjeleshanuhu është krijuesi i gjithçkaje dhe nuk ka krijues tjetër veç tij. Subhaneke ya Allah, ta'aliti ya Rahman, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Rahim, ta'aliti ya Karim, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Hamid, ta'aliti ya Hakim, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Majid, ta'aliti ya Malik, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Qudus, ta'aliti ya Salam, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Mumin, ta'aliti ya Muhaimin, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Aziz, ta'aliti ya Jabbar, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Mutakabbir, ta'aliti ya Halik, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Awwal, ta'aliti ya Ahir, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Zahir, ta'aliti ya Batin, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Bari, ta'aliti ya Musafir, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Tawwab, ta'aliti ya Wahhab, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Ba'ith, ta'aliti ya Warith, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Qadir, ta'aliti ya Mukim, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Fard, ta'aliti ya Witr, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Nur, ta'aliti ya Sitar, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Jalil, ta'aliti ya Jamil, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Kahir, ta'aliti ya Qadir, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Malik, ta'aliti ya Muqtadir, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Alim, ta'aliti ya Alam, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Azim, ta'aliti ya Ghafur, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Halim, ta'aliti ya Wadud, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Shahid, ta'aliti ya Shahid, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Kabir, ta'aliti ya Muta'al, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya An-Nur, ta'aliti ya Latif, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Sami, ta'aliti ya Kathir, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Karib, ta'aliti ya Basir, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Haq, ta'aliti ya Mubin, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman. Subhaneke ya Rauf, ta'aliti ya Rahim, ejirna minan nar, bi'afwike ya Rahman.
سبحانك يا طهير تعاليت يا مطهر اجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا مغيث تعاليت يا منيب اجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا أحد تعاليت يا صمد اجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم اجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا عدل تعاليت يا حكم اجرنا من النار بعفوك يا رحمن سبحانك يا فرد تعاليت يا قدوس اجرنا من النار بعفوك يا رحمن Tani radhën ka në nxënësi Dorart Isaku, i cili do të flasë për kushtet e Islamit, nxënësi Krenar Ziberi, që do të flasë për kushtet e namazit, si dhe nxënëset Amina Sinani dhe Media Isejni me interpretimin e ilahies, Mirëser dhe Ramazan. Kushtet e Islamit. Fe Islami na ngarkon me disa detyra themelore mbi të cilat ndërtohet Islami si të rësi. Këto kushte janë 5. Shahadeti, dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi a.s. është rob dhe i dërguari i tij. Falja e namazit, që në herit është edhe shtylla kryesore e fesë islame edhe atë 5 herë në ditë. Agjërimi muajit të Ramazanit, që nënkupton se besimtari i hek dorë nga haja dhe pija për një periudhë të caktuar prej agimit të mëngjesit deri në musk. Kur besimtari mësohet të largohet nga gjërat e lejuara, shumë lehtë fiton shprehin që të largohet nga të ndaluru. Dhënia e zekatit. Fe islame i nxit njerëzit të punojnë dhe me fitimet e tyre halal të pasurohen. Por nuk duhet haruar se pronari i vërtet që na i dhuron këtë të mira është Allahu xhaleshanuhu. Ndaj ai që na e lë këtë pasuri emanet për një periudhë kohore, na urdhëron që për çdo vjet nga pasuria që ai na ka dhënë, të ndajmë një pjesë edhe për të varfrit dhe nevojtarët. Shkuarja në haxh është vizita e Qabës dhe vendeve të caktuara përreth saj në intervalin e caktuar kohor për çdo besimtar që ka mundësinë shëndetësore dhe materiale të paktën një herë në jetën e tij. Kushtet e jashtme të namazit janë 6. Besimtarja dhe besimtarja kur të ngriten për të falur namazin duhet që 1. Të jenë të pastër dhe me abdes. 2. Teshat dhe vendi ku të falen të jenë të pastërta. 3. Pjesët e trupit të kenë mbuluar sipas rregullave. 4. Të jenë të kthyer ka kibla. 5. Të jetë koha e namazit për katës. 6. Njeti. Dërsa brenda namazit duhet plotësuar edhe këto 6 kushte. 1. Iftitai tekbir. Tekbiri fillestar me të cilën lidhemi për namaz. 2. Kiami. Ndeja në këmbë. 3. Kirajeti. Leximi i ndonjë pjesë nga Kurani. 4. Rukui, përkulja. 5. Sejdja, rënja me fytyrën në tokë. 6. Ulja e fundit. Hajde, hajde Ramazan, na imbur zemrat plot iman, ti e muaj i bekuar, sa bukur na ke bashkuar. Hajde, hajde Ramazan, na imbur zemrat plot iman, ti e muaj i bekuar, sa bukur na ke bashkuar. Hape dyrt e zemrave tona për misafirin e çmuar, erdhe ti në mesin ton, sa shumë që jemi gëzuar. Gjithë namazin e falim dhe Kuranin e lexojmë, edhe pse jemi fëmijë me vullnet ne agjërojmë. Hajde, hajde Ramazan, na imbur zemrat plot iman, ti e muaj i bekuar, sa bukur na ke bashkuar. Hajde, hajde Ramazan, na imbur zemrat plot iman, ti e muaj i bekuar, sa bukur na ke bashkuar. Në të lutem mos m'haro, për sy fyr mua më zgjo, nesër dua të agjëroj, Ramazanin ta
shijoj. Lum kush jep sadaka dhe askush pa e pa. Lum kush e përgdhel jetimin, sa bukur e ka shpëtimin. Hajde, hajde Ramazan, na i mbush zemrat plot iman. Ti e muaj i bekuar, sa bukur na ke bashkuar. Hajde, hajde Ramazan, na i mbush zemrat plot iman. Ti e muaj i bekuar, sa bukur na ke bashkuar. Tani ftojmë nxënëset Elita Selmani në interpretimin e ilahijes Vetëm ty Zot kam besu, si dhe nxënësen Afra Kadria në interpretimin e ilahijes Deti i mëshirës. Vetëm ty Zot kam besu, gjithve ne na ke kriju, po të lutem Perëndi, mëshirën tënde ne me hy. Vetëm ty Zot kam besu, gjithve ne na ke kriju, po të lutem Perëndi, mëshirën tënde ne me hy. Allah, Allah me gjithë shpirt, ta dhurojmë natë e ditë, na kujtoti me rahmet dhe na shpëtoti për jetë. Allah, Allah me gjithë shpirt, ta dhurojmë natë e ditë, na kujtoti me rahmet dhe na shpëtoti për jetë. Vetëm ty Zot kam besu, gjithve ne na ke kriju, po të lutem Perëndi, mëshirën tënde ne me hy. Duhet në jetë me urujt, prej së keqes mos me humujt. Gjitha ata që kam besu, xhenetin kanë meritu. Duhet në jetë me urujt, prej së keqes mos me humujt. Gjitha ata që kam besu, xhenetin kanë meritu. Allah, Allah me gjithë shpirt, ta dhurojmë natë e ditë, na kujtoti me rahmet dhe na shpëtoti për jetë. Allah, Allah me gjithë shpirt, ta dhurojmë natë e ditë, na kujtoti me rahmet dhe na shpëtoti për jetë. Duhet në jetë me urujt, prej së keqes mos me humujt. Gjitha ata që kam besu, xhenetin kanë meritu. Gjitha ata që kam besu, xhenetin kanë meritu. Rënkimet e shpirtit tim, derdhen mbi detin pa kufi, loti që m'pikon nga syri im, vështillen tënde ndashuri. Më suksesin tim ka her, e kërkova gjithë ki jash në jetë, ndihmën tënde e lypa sa her, vetëm aty gjeta prehje. Ja Rabbel Alemin, ja Rahmanu, ja Rahim, të kujtoj me nga zëllim, fali zemrës madhështim. Ja Rabbel Alemin, ja Rahmanu, ja Rahim, të kujtoj me nga zëllim, fali zemrës madhështim. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta rabbana ya dhal jalali wal ikram. Sa herë që mendoj se jam vetmi, filli shpresës këputet nga dal. Sa herë në ty Zot kujtoj, nga libri jet një fletë shpaloj. Nga fiska i botës së njerë, dëgjomi lutjet e mia Allah, më ndihmo t'jetoj me nder, pa ndihmën tënde jam si Zot pa krah. Ja Rabbel Alemin, ja Rahmanu, ja Rahim, të kujtoj me nga zëllim, fali zemrës madhështim. Ja Rabbel Alemin, ja Rahmanu, ja Rahim, të kujtoj me nga zëllim, fali zemrës madhështim.
vështirë. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta rabbana ya dhal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta rabbana ya dhal jalali wal ikram. Besimtarët musliman besojnë në Muhamedin, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, dhe besojnë atë që ju shpall atij, si dhe besojnë të gjithë të dërguarit, si dhe shpalljet para tij. Pasi që e krijoi njeriun, Allahu xhaleshanuhu i premtoi se do të vi udhëzim nga ana e tij. Ky udhëzim njeriut i erdhi kohë pas kohe nëpërmjet melekut Xhibril. Allahu ka zgjedhur në mesin e njerëzve të dërguar dhe atyre ua ka komunikuar shpalljet me ndërmjetësim të melekut Xhibril. Ftojmë nxënësen Tuana Sadiku të tregoj diçka për melekët, pastaj nxënësi Diar Aliu të tregojë për librat e shpallur dhe nxënësi Amr Fazlia të na tregojë për pejgamberët. Besimi në melek. Besimi në melekët e Allahut fuqiplotë është njëri nga kushtet që përbën besimin islam. Melekët janë krijesa të krijuara nga drita dhe kanë vetëm natyrën e mirësisë. Numri i tyre nuk është i njohur, por secili melek ka detyra të përcaktuara. Të gjitha dikurit natyrore kanë melekun përgjegjës për to, si për shembull, dielli, hëna, malet, tret e të tjerë. Melekët më të njohur dhe më të dalluar janë: meleku Xhibril është meleku që ka pasur për detyrë barqin dhe komunikimin e shpalljeve dhe librave të Allahut xhaleshanuhu, dhe ua ka sjellur të zgjedhurve të tij. Meleku Mikail është meleku që bart përgjegjësinë e shpërndarjes së furnizimit. Meleku Israfili është meleku i cili me fryrjen e parë të syrit do të jap lajmin e fundit dhe do të fundit të jetës në këtë botë. Dhe kur do t'i fry syrit për së dyti, do të fillojë ringjallja e njerëzimit dhe do të fillojë vënia e llogarisës së veprave njerëzore. Azraili është meleku që është i obliguar me marrjen e shpirtave të njerëzve dhe në Kur'an njihet me emrin meleku i vdekjes. Kirameni, katibini, shkrimtarët e ndershëm, janë dy melek që e përcjellin njeriun dhe i shënojnë veprat e tij. Ai në krahun e gjatë i shënon veprat e mira, kurse ai në krahun e lartë i shënon veprat e liga. Besimi në libra. Gjithsesi janë shpallur 104 libra. 100 prej tyre të vogla të quajtur Fletushka dhe 4 të mëdha. Teurati, Zeburi, Injili dhe Kurani. Teurati është shpallur Musait a.s., Zeburi është shpallur Davudit a.s., Injili është shpallur Isait a.s., si dhe Kurani është shpallur Muhamedit a.s. Tre të parat kanë humbur origjinalitetin e vet së njerëzore, kurse ki i fundit nuk ka pasur asë ndryshim, vetë se vetë Allah fuqiplot kanë premtuar në Kur'an se atë ai do ta mbrojë përveç të shkruar sa të kësaj dite. Kur'ani na mëson përveç miliona muslimanë dhe ata njerëz marrin titull të afës së Kur'anit. Besimi në pejgamberët. Kur'ani përmend 25 të dërguar e ata janë Ademi, Idrisi, Nuhi, Hudi, Salihu, Ibrahimi, Ismaili, Ishaku, Luti, Jonuzi, Jakubi, Jusufi, Ejubi, Shuaibi, Musau, Haruni, Eliesa, Dhulkifli, Davudi, Sulejmani, Ihlasti, Zekeria, Jahja, Isau dhe Muhamedi a.s. Si dhe tre të tjerë që nuk djen me siguri se a kanë qenë në pejgamber apo njerëz të mirë, edhe ata, Uzeiri, Lukmani dhe Dhulkarnjeni. 5 prej tyre janë ulul azëm, më të dalluar janë Nuhi, Ibrahimi, Musau, Isau dhe Muhamedi. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë. Çdo musliman i moshëritur duhet të mbajë përgjegjësi për veprat e veta. Ndaj, para jush ftojmë nxënësen Bera Izeiri të paraqes normat juridike të fesë, nxënësja Erina Rexhepi të paraqes ca rregulla bazë të moralit islam, nxënësit Ylli Dalipi dhe Qazim Tahiri të flasin se si duket një orar ditor i një besimtari. Normat juridike fetare. Feja islami përcakton në mënyrë të ndryshme sjelljet dhe veprimet e njeriut. Normat juridike nëpërmjet të cilave përcaktohen sjelljet dhe veprimet tona quhen efalul mukellefin. Ato mund të jenë të ndara në këto kategori. Fars quhen të gjitha ato adhurime, zbatimi të cilave është e detyrueshëm, ku vepruesi farzi shpërblehet, ndërsa mos vepruesi i tij dënohet, si për shembull falja e namazit, agjerimi, zekati e të tjerë.
Vajib quhen të gjitha ato adhurime, zbatimi të cilëve është i detyrueshëm, por jo si në kategorinë e farzit, ku vepruesi i tij vajibit shpërblehet, ndërsa mos vepruesi dënohet, si për shembull falja e namazit të Bajramit, thërrja e kurbanit e të tjerë. Sunet janë të gjitha fjalët, veprat dhe pëlqimet e Muhamedit a.s. ku vepruesi sunetit shpërblehet, ndërsa mos vepruesi nuk dënohet, por qortohet. Si për shembull, namazet sunet, haja dhe pija me dorë të djathtë, çdo një vepër të fillojmë me bismillah e të tjerë. Mustahab quhen adhurimet të cilat janë të pëlqyera dhe që burojnë nga tërësia e rregullave të Islamit, si për shembull, falja e namazit të duhasë, paradite, agjerimi i të hënave dhe të enteve, shkëmbimi i dhuratave, sadakate dhe ndihmat e ndryshme e të tjerë. Mubah janë sjelljet apo veprimet të lira, të cilat janë lënë në dëshirën e njeriut. Me veprimin ose mos veprimin e tyre nuk fitojmë sevape, por edhe nuk bëjmë gjunahe, si për shembull ngrënia, pija, ecja, gjumi e të tjerë. Mekruh quhen veprat e papëlqyera sipas fesë islame, ku vepruesi i tyre nuk dënohet, por qortohet. Haram quhen punët dhe veprimet që janë rreptësisht të ndaluara sipas Islamit, ku vepruesi i këtyre veprave dënohet, ndërsa ai që kujdeset të mos bjerë në këto gabime shpërblehet, si për shembull vrasja, vjedhja, pirja e alkoolit, amoraliteti, komari, ngrënia e mishit të derit, mos respektimi i prindërve, falli, përgojimi, thashathemet e të tjerë. Morali islam, përmbledhja e rregullave mbi sjelljet e mira është morali. Të moralshëm janë ata që ju përmban atyre rregullave dhe normave morale, ndërsa ata që i shkelin këto rregulla kategorizohen si të paedukatë. Kështu njeriu ka detyrë ndaj krijuesit të vet, detyrë ndaj vetvetes dhe detyrë ndaj të tjerëve. Ndaj Allahut fuqiplotë jemi të detyruar që të besojmë kushteve të imamit besimit, pas një lloj dyshimi, të kryejmë kushtet e Islamit rregullisht dhe me kënaqësi, gjithnjë të kemi ndërmend se gjithçka që ka urdhëruar Allahu xhameshan është e dobishme dhe gjithçka që ai ka ndaluar është e keqe. Ndaj vetvetes jemi të detyruar që të ruajmë shëndetin dhe jetën, të ushqemi dhe të furnizojmë me halal, të vishemi sipas rregullave të fesë islame, të fisnikorojmë zemrën me besimin dhe dituri, të aftësohemi për punë dhe fitim, të bëjmë shprehi sjelljen e mirë ndaj njerëzve të tjerë, të jemi të detyruar të jemi të mirë, të drejtë, të sinqertë dhe të dobishëm, me sjellje prej nesh kërkohet që kur të flasim të vërtetën, emanetin të çojmë në vendin e duhur, të jemi besnik ndaj asaj që na besohet, të jemi të drejtë, të saktë dhe të mirë në çdo pikpamje, duke u larguar nga hipokrizia, dyftërsia, zilia, mashtrimet, shpifjet dhe trillimet e ndryshme. Orari ditari një musliman. Posa të ngrihesh në mëngjes, me zemër të gëzuar, kujtoje Allahun xhaleshanuhu dhe merr abdes për të falur namazin e sabahut. Këtë kur mos e le pa e bërë. Kujdesu për pastërti dhe rregullat e përditshmërisë, në punë shkoj gëzuar dhe në detyrat tua mundohu t'i kryesh me vetëdia dhe kujdes të veçantë. Kur të takosh me tjerët, të jesh i njerëzishëm, i mirë dhe i kujdesshëm. Ruaju nga çdo një fjalë e kot dhe e pakëndshme. Kujtoje Allahun gjatë ditës dhe kujdesu për namazet të tjera dhe mundohet të prezantosh në xhami atë sa ke mundësi. Kuro mos u ul në tryez pa i lartuar, pasi të fillosh të hash thuaj bismillah, ha me dorën e gjatë dhe ha atë që ke para vetës. Pas buke thuaj elhamdulillah. Duart laje dhe pas buke. Ushqeo me mas dhe i kënaqur me atë që ke. Mos fle pa e falur yatsin. Në shtrat lexo atë që din përmendesh nga Kurani dhe mbështetur në mëshirat e Allahut. Rryu nga mëkatet dhe shmangiu ka shoqëria e keqe. Mos rri pa punë dhe ndihmoj familjes tënde në shtëpi të qerëve dhe njerëz që ke përreth.
Lutë ajo në fundit le të jetë. Faliminderimi të kam vetëm Allahut Zotit të botrave. Të gjithë të dërguarit kanë qenë të zgjedhur në vende të caktuara, në popull dhe periudha të caktuara, përveç Muhamedit alayhis salam, i cili është i dërguari për të gjithë botën dhe të gjithë popujt derisa të ekzistojë bota. Ai është i dërguari i fundit dhe për këtë shkak quhet Hatemul Enbiya ose bëvula e pejgamberëve. Ftojnë nxënëset Reina Ziberi, Eishan Alili dhe Lena Aliu me interpretimin e ilahies Tale Albedru Alena, pastaj nxënësit Esma Limani dhe Ermal Limani në interpretimin e monologut O i dërguar, si dhe Adna Miftari me interpretimin e monologut nga virtytet e Muhamedit alayhis salam. Albedru alejna min thaniyatil wada وجب الشكر علينا ما دعا للهدى Agoj hëna katëm djeqe nga I vendi mirësis sa të gëzuar po të presim falënderit Perëndis e ju helme buthufina gjithë bil emrin mutar جئت شرفت المدينة مرحبا يا حرزة O i dërguar prej madhërije përqafojmë ne me knatësi ti Medine le shëndrite erdhe në gjirin e zëris أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح السريا يا حبيبي يا رسول O Muhamedi e sihana ti e drite ti e nur Të bukur si ti s'kemi parë, as një herë fytyrë gëzum. O Muhammed, o pejgamber, për dy kible je imam. Dërgoj Zoti me urtësi, edhe ne të qëjmë selam. O Muhammed, o pejgamber, për ty kible je imam. Dërgoj Zoti me urtësi, edhe ne të qojmë selam. Edhe ne të qojmë selam. O i dërguar e Allahut, me ty qofte bekimi dhe paqja e tij. O i dashur i Allahut, me ty qofte bekatia dhe nderimi i tij. Ti ishe mëshirë për të gjithë botrat, o imami të dërguarve, të deshëm me një dashuri që burimin e ka në zemrat tona, që shifosh një le shtëpinë dhe familjen tënde në Mekë dhe shkove në përkujdesin e fisit Beni Bekër. Atëherë, kur të gjithënëzët të refuzuan, të pranoj në prehur duke të falur dashurinë në nëna Halime. E në moshën 6 vjeçare së bashku me nënën Amine, kalove pranë avarit të babait tënë që kurrë baba nuk e thire. Po me caktimin e Zotit, duke u kthyer prej Medineje, nëna Amine vdiq, e ti hire në Mekë i vetëm, dhe nuk beti tjetër që të ka përdore të të shtrëngoj në gjoks përveç gjishit plaka Abdul Mutalibit. Për ditët ecën e u shëndyrua në vite, e gjithë të ishtë në prit. E kur i plotësova të 35, si kur kodet e Mekës e thirrnin. Eja, o i dërguar i Allahut e mos u vëna. Zemrat ishin trazuar e mendjet ishin devijuar dhe sikur gjithçka thërishte. Eja o Resul, eja në kodrën nur. E kur i mbushet të 40 nga lartësi qiellore, erdhi meleku Xhibrili e të thoshte: O Muhammed, ti je lajmëtari.
ti je I dashur I Allahut, ti je I dërguar I Allahut. O I dërguar I Allahut, përse të lënduan, përse të përsekutuan, si shikonin ashtu dhe qeshnin, kurse Fatimeja vinti të tafshi gjaku dhe gjersin nga fytyra jo të ndriqme. Përse të nxorën nga Mekja, a nuk e dinin ata se kush është mbrojt syt, a që të gjeti jetim dhe të bëri strehim. Të thanë si e qmendur, e ti nuk a ktheve. Të thanë si e poet, po ti nuk a ktheve. Të pyesin se kush do të mbroj, e ti thoje, Allah, Allah, Allahu është mbrojtësim. Kurse nga gjua e çdo sa biu dilnin fjalët. Kurban u bëfshi nëna dhe babaj për ty o Resul. E ti atire u the, jam përmalluar për të dashurit e mi, ju jeni shokët e mi, kurse vëllezërit që të devejnë pas meje, do të donte si cili prej tyre që të më shite. E ne themi, asa jemi përmalluar, e si kur të kishim parë, o I dërguar, ti që je mjeku zemrave dhe ilaçi tyre, ti që je shëndeti trupave dhe shërimi tyre, ti që je dritësive dhe ndriqimi tyre. O I dërguar I Allahut, do t'i qëndrojmë besnik rrugës tënde, do t'i qëndrojmë besnik besimit në një Zot, dhe do t'a shpërndajmë dritin në kësaj fe në çdo skaj, që të largojmë errësirën dhe likësin që ajo sjell, dhe do të vazhdojmë të duam deri në frymarrjen e fundit. Kurse Islami do të mbeti dielli që të shkëlqejë në jetën tonë. Dhe me plot krenari të themi, jeta jonë është dashëria ndaj Muhamedit alayhi salatu vesselam. Që kur lindi Muhamedi alayhi salam, shkëlqyen pallatet e Shamit. Ai rritej dhe secili që e takonte nuk donte të ndahej prej tij. Të gjithë e njohën mirësinë e shpirtit të tij dhe kështu e thirrnin El Emin, besniku. I fundit, më I miri njeri që ka njohur toka nga lloj njerëzor. Ai nuk kishte pasuri, megjithatë ishte njeriu më bujar duke njohur bujarin edhe në zemrat e të tjerëve. Ai nuk dinte shkrim e lexim, ndërsa fjalët e tij ndriçuan botën. Ai nuk ishte mjek dhe nuk I njihte barërat, prapse shëronte zemrat e lënduar dhe shpirtat e thyer. Ai nuk posedonte ushtri të madhe, megjithatë prej saj ishin friksuar imperator e perandori. Ndonse mori pjesë në luftra, qëllimi dhe preokupimi I tij ishte paqja. Ai nuk jetoi në kështjell, mirë po jetoi si mbret në zemrat e njerëzve. Ai nuk sundoi asnjë pjesë të tokës, kurse miliarda njerëz vazhdojnë ta therasin I dërguar I Allahut. Ndonse ai nuk ishte vendosur kurorën mbretërore mbi kokë, megjithatë ishte vetë kurora njerëzore. Ai kur nuk ishte nxituar për hakmarrje, përkundrazi I kishte falur edhe armiqtë e përbetuar. Ai asnjëherë nuk ishte bërë ndonjë krim e padrejtësi, por e munduan dhe torturuan pa mas. U varos në mënyrë shumë të thjeshtë, por drita që la pas vazhdon të ndriçojë udhëzoj. Meqense nuk la asnjë premtim për pasuri, ai sërish vazhdon të jetë tesari I jetëve tona. Mësimet e tij për mëshirën, drejtësinë e modestinë ngritën dhe ndërtuan gjenerata të tëra. Jeta e tij, si të jesh I durueshëm, I sjellshëm dhe me dinjitet, inspiruan miliona jetë. Muhamedi alayhi salam erdhi si një dritë dhe nga mëshira e Zotit shkëlqeu botën. E nga madhështia e shpirtit të tij, sa herë që foli, fjala e tij solli paqen. Kujtimi për të është sikurse shiu që njom tokën dhe që ngjall bimën e thatë. Nuk ka mendje e zemër që të ketë kujtuar atë e të ketë mbetur e ngratë. Nëse vërtet e duam atë, t'i përfaqësojmë virtytet e tij në jetën tonë ditore, duke ju shërbyer të tjerëve, duke folur të vërtetën dhe duke u drejtuar drejt mirësive njerëzore. Me që I erdhëm fundit të programit ton, I ftojmë të dëgjojmë disa nga pjesët e Kuranit famëlar dhe disa nga suret e shkurta, pas së cilëve pason edhe duaja e hatmes. Ju faleminderit për prezencën dhe Zoti ju begatoftë me të mira. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما كلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين وزيتون وطور سينين هذا البلد الأمين لقد هلكنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاستغفر بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغناه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذين يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين سبحان ربي العلي الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم إماضي الله يا sot në këtë shtëpi që jemi të bu dhe me këtë lutje i madhi Allah ty të kemi drejtu që lutjen tonë ti me pranu. Ja Rabbel Alamin, këto fëmijë të cilët që sot e kanë kryu hatmen, e pu mirësi, e pu shëndet, e pu jetë që gjithmonë të jetojnë me Kur'an dhe të mbanë sunnetin e Muhammedit alayhi salatu vesselam. Ja Rabbel Alamin, muallimi që ka dhënë kontribut, ja Rabbel Alamin, e pi shëndet që gjithmonë të vazhdojnë në këtë drejtim dhe Allahu Gjellëshanu inshallah çdo punë të hajrit që e punojmë tjetë i knaqur me ne. Babalarët edhe nanët që i kanë qu fëmijët e tyre në mektep, ja Rabbel Alamin, knaqi në dynja dhe në ahiret. Po dhe na qeri që marim pjesë sot në këtë lutje, i madhi Allah, të lutën na me na dhënë të mira në dynja dhe në ahiret për hatër të leximit të Kuranit Azim shan, për hatër të kësaj dite që kanë përfunduar hatmen këto fëmijë dhe për hatër të Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I madhi Allah, në këto ditë të muajit Shaban që përfundon muaji Shaban dhe në pritje të muajit Ramazan që është muaji i Kuranit Azim shan, ja sot për ne është një nder i madh që me Kur'an ta përfundojmë muajin e Shabanit dhe të fillojmë në muajin e Ramazanit me Kur'an. I madhi Allah, Kur'anin bane pranverë në zemrat tona, bane që të jetë shoqërues në natën e vorrit dhe bane prej atyre ja Rabbel Alamin që të jetojmë me Kur'an, që jetojmë me sunnetin e Muhammedit alayhi salatu vesselam në këtë jetë dhe na mundso që kur dalim prej kësaj bote ja Rabbel Alamin, Kur'anin ta kemi hije për ne dhe Kur'ani të jetë dëshmi për ne dhe jo dëshmi kundër nesh. Për hatër të Hazreti Muhammedit alayhi salatu vesselam dhe për hatër të kësaj lutje që ty të kemi drejtu dhe për hatër të Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe për hir të kaptinës surat al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin.
الذي يقول في محكم كتابه استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Në fillim, hamd falenderimet e panumërta i takojnë krijuesit ton absolut, atij që jemi gjithmonë borxhli për ekzistencën tonë, atij cilët gjithmonë duhet në lutjet, në përgjërimet tona dhe në vetdijen tonë të lartë, të kemi se Allahu fuqiplot na dha në këtë dynja, por me përgjegjësi dhe obligime të ndryshme dhe duke na pajisur me begati të panumërta. Që begatia më e madhe të jetë të jemi të udhëzuar në dritën e tij, në fjalën e tij. Të jemi të privilegjuar që të jemi ummet i më të dashurit të Allahut, vulës së pejgamberisë, ai i cili u dërgua si mëshirë për gjithë botrat. Të jemi ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahu të jetë i kënaqur me familjen e tij të ndershme, me shokët e tij besnik. Shumë i respektuari ish Reisul Ulema, ish mufti i muftinisë Basisë Fetare Islame të Gostivarit, Haxhi Hafiz Arif Efendi Emini. Shumë i nderuari ju që sot na prezantuat këtë program dhe dhat një kontribut të jashtëzakonshëm. Pa mos kursyer nga angazhimi juaj që 27 nxënës sot të prezantojmë para nesh me mundësinë që ata kanë marrë në edukatën e tyre, në mësimin e vërtet, në dijen e vërtet të tyre, për të kuptuar qëllimin e jetës dhe për të ndriçuar në gjuhët e tyre, në mendjet e tyre dhe në zemrat e tyre me fjalën e Allahut fuqiplot. Shumë i respektuar i imam, hatib, muallim i kësaj xhamie, xhamisë së Mezinit dhe Malsis, Haxhi Seat Efendi Miftari. I nderuari muezin zotëri Safet Demiri dhe shumë i respektuar i këshillit i xhamisë, në krye me zotëri Luan Ademi dhe antarët tjerë të këshillit. Të nderuar koleg hoxhollar nga xhamia e Lejthis, nga xhamia e Turisina të Lagjes Mllaki, nga Turqani i vogël i vjetër, shumë të dashur koleg të muftinisë, shumë i respektuar i imam hatib vaiz i xhamisë së Mahallës në Gostivar, të nderuar vëllezër, shumë të respektuara nëna dhe motra, të dashur fëmijë. Më paraqet kënaqësi të veçantë që gjithë ju përshëndes me përshëndetjen islame, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. S'ka gëzim më të madh se sa atë që ndëgjuam, si nga forma që i shifni ju para jush, por si nga përmbajtja e vet programi që prezentuan vijuesit e mësim besimit islam, nxënësit e mektebit të kësaj xhamie. S'ka fjalë më të mëdha për të përshkruar gëzimin dhe lumturinë që kanë familjet, ka imami, por kemi edhe ne të gjithë si xhamat. Dhe e dyta, xhamia e Mezinit dhe Malsis, sidomos në sferën e mësim besimit islam, ka qenë në qytetin e Gostivarit kur edhe u dobësua mësim besimi, lirish mund të themi në disa xhami. Kjo ishte xhamia që në kontinuitet e ka mbajtur jetën fetare, sidomos në sferën e mësim besimit islam. Dhe gjithmonë prezentimi me programet nga Seat Efendi ka qenë një ndër prezentimet më të veçanta në territor të muftinisë së Gostivarit, në atë që nxënësit prezentojnë dhe atë që kanë mësuar në mektep. Vëllezër të ndershëm, përgjegjësia më e madhe e jona si prind, si familje, ku nga aty fillon që të formohet identiteti, personaliteti një fëmiu. Se si ne ato do të mundohemi t'i edukojmë dhe t'i ngrisim në të ardhmen,
duke u krijuar vetdije të lartë për qëllimin e jetës, të kuptojnë jetën dhe në ardhmëri të dinë se si të orientojnë jetën e tyre. E dyta, të bëhen personalitete. Për të bërë personalitet, duhet që të përfitosh një moral të bukur. Ai moral fillon nga familja, por edhe ai moral fillon përsoset, përkryhet në shkollë dhe ajo që i jep edhe identitet të përkatësisë së tij fetare, të identitetit të tij fetar, është xhamia. Dhe nxënësit, kur vijojnë mësim besimin islam, në zemrat e tyre, në mendjet e tyre dhe në gjithë shka që ka në kujtesë të tyre, ata ushqehen me fjalën e Allahut fuqiplot, me atë se çka është mëshira, çka është drejtësia, çka është dashuria për Allahun dhe pejgamberin alayhis salam, çka është dashuria mbi familje, ku është respekti reciprok në shoqëri, në përgjithësi për obligimet që i kemi. Dhe këta janë 3 institucione tradicionale që ne i kemi. Familja si institucion bazë për krijimin e një personaliteti shëndosh, shkolla, ajo e cila të jep njohurinë, të jep kulturën, dhe xhamia që të jep përkatësinë tënde kush je. Përse ka ardhur në këtë dynja? Ç'është qëllimi i krijimit tënd? Si duhet të krijosh, të bëhesh një personalitet me një identitet tëndin fetar për të qenë rob i Allahut fuqiplot dhe për të ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është qëllimi dhe përgjegjësia kryesore për fëmijët tanë, për ardhmërinë, për brezat që do të na trashëgojnë në familje dhe në shoqërinë në përgjithësi. Dhe sot mesazhet që i ndëgjuam nga nxënësit dhe nga nxënësit që kanë mbaruar me sukses mësim besimin islam, vërtet ishin mesazhe që i tejkalojnë çdo një fjalë që mund të themi ne. Aq bukur të përzgjedhura nga mualimi, nga hoxha jon i respektuar Seat Efendi Miftari, që çdo njërit nga ne spaku na tërhoq vërejqen dhe na ktheu në atë se ku janë përgjegjësi duke i ndëgjuar nga gjuhët, nga gojët e këtyre nxënësve dhe nxënësit. Por e dyta është se është ndriçuar jeta e këtyre me Kur'anin familjar. Do të ndriçohen aq sa do të jetojnë në jetën e tyre, në shtëpitë e tyre, pranë familjeve të tyre me fjalën e Allahut fuqiplot. Dhe komunikimi do të jetë me të madhin Zot. Kjo është përparësia dhe privilegji më i madh që i kanë përfituar këta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë bukur na thotë: "Ve ekrimu euladekum ve ahsinu edebehum." Ai thot: shifni, silluni mirë me fëmijët tuaj, kryeni përgjegjësitë dhe obligimet që i keni ndaj fëmijëve tuaj, trajtoni ato mirë, mundohuni që atyre të krijoni identitet të tyre fetar dhe kombëtar, që ta kuptojnë jetën, qëllimin e jetës, përse janë në këtë dynja dhe ku do të jetë e ardhmja e tyre. Ve ahsinu edebehum. Por edhe zbukuroni, thot, sjelljet e tyre. Krijoni atyre një moral të bukur. S'ka miras më të madh, thot pejgamberi alayhis salam, që një prind mund t'i lënë fëmiu të veç përveç se një edukate të mirë. Por sot jemi dëshmi të një pune që pejgamberi alayhis salam e ka ngritur në nivelet më të larta. E ka përshkruar si punën më fisnike, më të vijshme. E ajo është, kush është? Ai i cili e mëson, thot Kur'anin, dhe atë u mëson edhe të tjerë. Khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Më i miri nga ju është ai i cili e mëson Kur'anin dhe atë u përcjell edhe mësimin edhe të tjerëve. Dhe sot jemi dëshmitar të kësaj. Sot e dim se nga misioni që kryen hoxhollarët, sidomos në sferën e mësim besimit islam, që është shtylla kryesore e jetës fetare, sepse nëpërmes mësim besimit islam krijojmë familje të shëndosha, krijojmë xhamatin e arshëm, krijojmë vetdijen tonë mbi jetën fetare.
mbi Allahun, që të njohim vetë vetën, të njohim Zotin, të njohim pejgamberin a.s. është kjo. Dhe këtë përgjegjësi sot me kënaqësi më të madhe të këtij misioni e kryen Seat Efendiu. Vetëm se më lejoni që në emër të Muftinisë Basisë Fetare Islamit Gostivarit, edhe në emër të Reisul Ulema Gjafi Shaqir Efendi Fetar, të falenderojmë Seat Efendi Miftarin për një kontribut të jashtëzakonshëm, që ai me dekada më jep këtu në xhamin e Mezinit e të Marsisë. E dita, një urim dhe një përgëzim shkon për familjet e këtyre nxënësve dhe nxënëseve. Në një formë janë më të lehtësuar, sepse kanë kryer përgjegjësinë e tyre ndaj këtyre. Se nesër, kur do të dalin para të madhit Zot, spaku kemi jetuar jetën. A jemi aftësuar që të lexojmë fjalën e Allahut, që nesër atë përgjegjësi mos e kemi. E dita, me Kur'anin në duart e tyre dhe në sytë e tyre, në mendjet e tyre, ato do të ndriçojnë jetën e tyre. Do të jetë Kur'ani gjithmonë pranë tyre. Dhe prindrit spaku janë të lehtësuar nga ky obligim dhe nga kjo përgjegjësi e madhe. Uroj prindrit për kujdesin dhe përgjegjësinë e madhe që ka pasur ndaj nxënësve, sidomos ndaj nxënësve dhe nxënësve që ndjekin mësim besimin islam dhe kanë përfunduar hatmet e Kur'anit familjar. Dhe për fund, 27 nxënës dhe nxënësve ju uroj shëndet. Vërtet, atë siç tha edhe në duan e bërë nga ish Reisul Ulemaja, Haxhi Hafiz Arif Efendi Emini, që këta në të ardhmen, këta nxënës të ketë një shëndet, të ketë një perspektiv në jetën e tyre, që me Kur'anin famullar të kenë dritë në jetën e tyre, që Kur'ani të jetë orientimi dhe mënyra më e mirë për të jetuar ardhmërinë e tyre. Allahu fuqiplot i bëf të tilla. I bëf të tillë inshallah. Dhe këtë organizim, dhe gjithë këtë punë i madh i Zot, inshallah e pranon. E pranon sepse jemi në përfundim të muajit Shaban. Dhe në hyrje, në prag të muajit të bekuar të Ramazanit. Nga dita e mërkur në mbrëmje do të fillojmë me namazet e teravive. Nga dita e eqe do të fillojmë me agjerimin e këtij muaji të bekuar. Dhe s'ka kënaqësi më të madhe, shpeshherë këtë e bën edhe Seat Efendiu. Ndoshta me qëllim e lën hatmen e Kur'anit famullar me nxënësit e mektebit të tij që ta bën para muajit begat të Ramazanit. Që me një kënaqësi dhe me një përulësi, me një devocion, me një kënaqësi shpirtërore ta presim këtë muaj, shkurt. Dhe vërtet kjo jep freskinë, si për familjet e nxënësve dhe nxënësve, por edhe për vetë xhamatin e xhamisë Mezinit dhe Marsisë. Për hajër dhe urimin na qoftë. Unë kam këtu vetëm disa fjalë të them për këshillin e xhamisë, që vërtet jo vetëm kohëve të fundit. Xhamia e Mezinit dhe Marsisë është shembull, një xhami që është ndërtuar më avon në krahasim me 3 xhamit kryesore. Këtu e kam ish muftin dhe ish Reisul Ulema. Më tepër nuk kam se çka flas në formën e asaj, por xhamia e Mezinit dhe Marsisë është një ndër xhamit kryesore në mënyrën e organizimit të saj si xhami, të organizimit jetës fetare, por edhe të shumë risive të tjera. I keni pa si xhamat, keni qenë prezent dhe shahid të shumë punëve të cilat janë kryer dhe inshallah do të kryen edhe në të ardhmen. Kjo xhami më veç krijoi edhe kushtet e saj për mësim besimin islam, por zirat administrative që do t'i ketë vetë xhamia si për nënpunësin fetar, si për këshillin e xhamisë, por edhe disa punë të tjera, ku Zotni Luani, Seat Efendiu dhe antarët tjerë të këshillit kanë prezentuar para muftinisë se do të përmbillet edhe fasada e jashtme e xhamisë, do të përmbillen edhe disa mangësi që kjo xhami të merr formën më të bukur. Allahu qoftë razi, i kënaqur me gjitha këto punë.
Allahu fuqiplot u dhash lumturi gëzim gjithë atyre të cilët kanë dhënë në forma të ndryshme kontributin e tyre që kjo xhami të merr këtë pamje të fundit, por edhe ajo e cila në të ardhmen do të bëhet dhe do të rinovohet. Allahu u shtoft të mirat në jetë, u dhash të lumturi dhe kënaqësi në familjet e tyre për gjithë kontribuesit, ndërsa këshillit të xhamis, zotni Luanit, zotni Përparimit, por e kishim edhe një duajen të punëve të kësaj xhamie, shumë të respektuarin Haxhi Garib Zendelin dhe shumë personalitete tjera, tash mos fillojmë me emër, që kanë dhënë gjithçka për shtëpinë e Allahut, jo për diçka tjetër. Dhe inshallah ki kontributi juaj do të vazhdon edhe në të ardhmen që xhamia juaj të merr pamjen më të bukur, sepse është një xhami që shpesh herë nga xhamat të ndryshëm të territor të muftinisë së Gostivarit frekuentohet dhe e kanë si lehtësim, sidomos për namazet. Allahu qoftë razi me gjithë të punë. Edhe njëherë urime për nxënësit dhe nxënësit, urime Saat Efendi dhe prinderve, Allahu gjithmonë na takof në manifestime dhe në punë të hajrit dhe të mira. Edhe njëherë ju falënderit për vëmendjen. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Dy fjalë, vetëm një fjalë përshëndetëse dhe urim kemi nderin që t'japim fjalën Ishrej Sulejmani. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pas fjalëve dhe sqarimeve që dha muftiu Sabaudin Efendi Zendeli, nuk mbetet kur gjo, vetëm mund të them këte. Pejgamberi alayhi salatu vesselam thotë kështu: inna ma bu'ithtu muallima, jam i dërguar mësues që t'i mësoj të tjerit. Dhe prandaj me këtë rast sot që jemi të bu, është një kënaqësi e veçantë pikëpari për vetë muftiun në krye të muftinisë dhe shoqëruesit e muftinisë, ose më mirë me thënë personeli i muftinisë të cilët që japin kontribut, pasi që i gjithë ky kontribut inshallah te Allahu xhaleshanuhu u shkruhet edhe juve mufti efendi që jeni në krye dhe formoni kushte se si të zhvillohet mësim besimi. Aty ku ka mësim besim ka ardhmëri. Aty ku ka mësim besim, ta dini se Allahu xhaleshanuhu është i kënaqur me atë xhamat, me ato nxënës, me muallim, edhe me vetë muftininë e Bashkisë Islame, që është ambrella kryesore në një territor të caktuar në Bashkinë Islame. Prandaj prindrit që i kanë qenë fëmijët, mufti efendiu i përmendi, do të kenë një kuror në ditën e Kiametit, do të dalën mahsher dhe do të habiten ka ky gëzim, ka kjo kuror. Do të thotë për atë që ju i dërguat fëmijët e juaj të mësojnë Kur'anin, fjalën e Allahut. Nuk e di a ka diçka më të madhe që ti jesh i lidhët me fjalën e Zotit, me një fjalë tjetër je i lidhët me Zotin. Je i lidhët me Zotin. Prandaj të nderuar, shejtani pisket largohet shumë larg nga ato vende ku lexohet Kur'ani asimushan, nga ato mjedise ku theksohet Bismillahirrahmanirrahim, nga ato shtëpia të cilët që e kanë preokupin Kur'anin. I nderuari mufti, faleminderit shumë për kaq që më dha një ti përshëndes, po megjithatë kënaqësia e madhe ishte edhe imja në këtë moshë që unë të drejtohem këtij xhamati, e më shumë juve si muftini dhe si mufti që keni këtë rezultat kaq të madh, jo vetëm në këtë xhami, ju e thatë atë që e thatë, po megjithatë e përsjellim dhe jemi dëshmitar në shumë xhamia në territorin e muftinisë së Gostivarit, që është një traditë mbi 200-300 vite që gjithmonë ka pas mësim besim dhe prandaj Gostivari kështu lulëzon. Inshallah Allahu xhaleshanu të na bën që ta duam Gostivarin.
mos ta lëshojmë gostivarin, mos t'i lëshojmë këto vatra. Ta duam këtë vend, se edhe Allahu e don këtë vend. Na u zo